Nga 1 janari i këtij viti kemi hyrë në një fazë të re të rritjes së pagave me një drejtim të qartë. Rritje reale e të ardhurave dhe mbrojtje e fuqisë vlerëse. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për pagat nominale, të cilat nga paga minimale në shkallë vendi janë rritur në 500 euro apo në mesataren e përgjithshme kanë arritur në rreth 10% me një ritëm të qëndrueshëm si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat. Po këtu bëhet fjalë për çka na ka munguar si mekanizëm, jo sepse nuk e kemi ditur mungesën, por sepse s'kemi mundur të adresojmë mungesën si pasojë e pamundësisë, e mungesës së mundësive të ekonomisë. Sot që ekonomia na ka dhënë mundësi të reja, ne kemi vendosur të indeksojmë pagat në sektorin publik çdo 2 vite, me mekanizma shtesë për kategori të ndryshme, dhe kësaj të korrektojmë impaktin e inflacionit mbi pagën për mësuesit, për mjekët, infermierët, punonjësit e policisë, ushtarakët dhe administratën. Një vëmendje e veçantë i është dhënë sistemit shëndetësor, ku nga qershori pagat do të rriten edhe në disa shërbime kritike. Mjekët e urgjencës do të trajtohen në të njëjtin nivel me të tjerët edhe për sa i përket rojeve, që janë një ngarkesë ekstra, ndërkohë që shtesat konkrete do të arrijnë në 18.000 lekë në muaj për mjekët dhe 12.000 lekë për infermierët dhe teknikët, shoqëruar me paga më të larta për turne dhe një sistem të ri vlerësimi për përvojën. Është një ndryrje drejt për drejt aty ku përgjegjësia është më e lartë dhe ku sistemi kërkon mbështetje të përditshme. Është një politikë e qëndrueshme sepse është një rritje ekonomike e qëndrueshme dhe janë mekanizma të nevojshëm, por që kjo rritje ekonomike i ka bërë të mundshëm dhe patjetër edhe të matshëm në atë që është llogaria e çdo familje që jeton me punë ndershme.